Bismillahirrahmanirrahim. Si të lidhemi më shumë me fjalën e Allahut me Kur'anin Kerim. I falenderojmë Allahut për këtë projektin më gjigant të mundshëm, i cili ka përjetuar inteligjenca njerëzore pranimin e fjalës së Allahut Dhul Xhelal. Nuk ka projekt më i qelluar edhe më i gërshëtuar bukur për t'ju përshtat një jetese komode, solide njerëzimit, i cili do ta ngrit inteligjencën njerëzore, kapacitetet e tij vetëdijsuese, sikur të punojë me udhëzimin e fjalës së Allahut, me kodin e vlerave që ngërthon në vete Kur'ani Adhimu Shan, po famë madh. Për këtë arsye çdo besimtar duhet të ketë një lidhje speciale të ngushtë, duke lexu, duke meditu, edhe duke e zbatuar në përditshmëri. Por si mund t'i përgatitum zemrat tona, shpirtat tonë, që është një mundësi e artë dhe urtë sot në Ramazan, që ta përgatitum zemrën tonë për ta përfitu nga leximi i Kur'anit, meditimi i tij e kështu me radhë. Pastrimi i zemrës nga gjërat e kota, një zemër e mbushur me shqetësime dhe mendime të kota, vështirë se mund të përfitojnë nga fjala edhe të njëjtën kohë nga bukuria madhështore që e ofron fjala e Allahut pra nga Kur'ani. Të kërkojmë falje tek Allahu, t'i qasemi Allahut me falje dhe istighfar, mënyrë që të përpiqemi t'i pastrojmë zemrat dhe shpirtat tonë, edhe të fitojmë një imunitet të një përkujdesje të jashtëzakonshme edhe të ruhemi nga harresa dhe nga shkujdesja. Në dytë, lexojmë Kur'anin me qëllim, duke lexuar, duke ndje kënaqësinë e Allahut, duke përjetu për kushtimin e madh që kemi për Allahun. Kur ti lexosh, që ta përjetosh se është një porosi, është një mesazh shumë i madh i cili po të vijë prej Allahut. E ky mesazh, kjo porosi është ti duke ndëgju fjalën e Allahut, ti duke përjetu se atë që pe lexon, jetu e lexu fjalën e Zotit, direkt porosi edhe urtësi të cilat tu kanë dhënë me bollëk këto mundësi. Pra, ne për të ndikuar dhe për të reflektuar duhet me kuptu, andaj na vyn që të përpiqemi ta kuptojmë fjalën e Zotit, edhe të hedhëm vështrim mbi përkthimet e kuptimeve të fjalëve të Allahut, në mënyrë që ato ajete, ato porosi pastaj të ndikojnë në shpirtin, zemrat tona, edhe të reflektojmë na me veprat tona. Dhe bëjmë një plan program, një rregull të leximit fjalës të Allahut, ta vendosim një orar të përditshëm për të lexuar fjalën e Zotit. Madje edhe nëse janë disa ajete të shkurtra, madje edhe nëse janë edhe disa ajete të pakta, më rëndësi qasja jonë le të jetë në vazhdimsi me fjalën e Allahut. Është shumë rëndësi vazhdimësia edhe reflektimi mbi fjalët e Allahut. Mësimi i Kur'anit, nëse ka mundësi, këto t'i mësojmë përmendsh, mënyra më e mirë më është së fyri, edhe pas namazit sabahut, edhe ripërsëritja këtyre ajeteve, këtyre sureve që i kemi mësu. Është një hap shumë i madh serioz, një mundësi e artë, edhe një ndjesi e veçantë që ka me përjetu shpirti dhe zemra e çdo besimtarit. Allahu Dhul Xhelal na ka dhënë një premtim të madh se ai do të na ndihmon nëpërmjet leximit të tij, ai do të na lehtëson jetën, edhe do të na i bën të këndshme, madje edhe lodhjet tona do të na kthejnë në energji nëpërmjet leximit fjalës së Allahut. Të plot prej selefit kanë thonë se shumë plane dhe projekte i kanë realizuar në jetën e kësaj bote, madje edhe mundësinë për t'i kthyer borxhet nëpërmjet fjalëve, leximit, Kur'anit, meditimit, ajeteve, edhe të njëjtën kohë përsëritjen e tyre. Praktikimi në përditshmëri të fjalëve të Allahut me të vërtet është një mundësi e artë, se fjala e Allahut ka zbritur në tokë, jo vetëm për t'u lexuar ose vetëm për t'u ndëgjuar, edhe për t'u gëzuar, pa fje dyshimi kjo se cilit ka me i ndodh, por shija e embëlsisë së fjalëve të Allahut do të arrihet duke edhe i zbatu. Pra të përpiqemi t'i kuptojmë, t'i praktikojmë edhe t'i jetësojmë, pikërisht siç edhe ka bën Muhamedi alayhis salam, kur e kanë pyet Aishën se si ka qenë Muhamedi alayhis salam, e ka përshkruar me një fjali të bukur, të shkurt, po me një domethënie të madhe, Kur'an me dy kam i cili ka ecë në tokë. Me një fjalë, çdo problem i kësaj bote zgjidhet
duke ju qasë drejt leximit fjalës së Allahut, meditimit, analizës. Sa herë besimtarët kanë qenë të lidhur ngushtë edhe kanë praktikuar fjalën e Allahut në shtëpiat e tyre, në jetën private të tyre, në jetën publike të tyre, wallahi billahi nuk ka mbet do një sukses në botë e që nuk është gjindë dhe nuk është prezentu në meset e tyre. Kur ata ja kthyn fjalën, shpinën fjalës Zotit, edhe nuk punun me ta, nuk e mësun, nuk u kujdesen, pastaj i kaploj harresa e ndihmës dhe triumfit, edhe gjendja e tyre është për keq ardhje. Andaj ne duhet të mendojmë seriozisht edhe të qasemi praktikisht në mënyrë faktike dhe në kohë reale tash në muajin e shenjtë Ramazan që të arrijmë kënaqësinë e fjalës së Allahut. Edhe nuk ka kënaqësi më e madhe se sa ti kur ta lexosh fjalën e Zotit, edhe në fund ta përjetosh ardhjen e melekut i cili do të puth në ballin tënd, i cili e ke lexu, ke meditu, ke analizu, ke përfitu, edhe ke arrit suksesin e madh nëpërmjet meditimit, leximit edhe afërsisë që ke ndjeti o besimtar. Edhe është motivacion i madh për çdo besimtar kur e ndjen se leximin ton e përcjell dhe e dëgjon melekët e Allahut, të cilët me prezencën e tyre vinë me bereqetet dhe bekimet e Allahut prej qiellit. Qofshit bekume, na mundsoft Allahut përfitojmë nga fjala e Allahut, e na fal Allahu për shkujdesin ton ndaj fjalës Zotit edhe harreset tona. Allahu na falte, na drejtoft, na përmirësoft lidhjen me fjalën e Allahut, leximin, përjetimin, kënaqësinë që e përfiton çdo besimtar. Për shkak se prej selefit, prej besimtarëve të parë, aq shumë kanë qenë të lidhur me fjalën e Allahut, saq kur kanë filluar me lexu prej fillimit që gjendet sura El-Fatiha, nuk kanë mundur me u shmang dhe me u që të populli mu qkuq prej leximit Kuranit, vetë se kanë po vetën në surën En-Nas, për shkak se lidhshmëria edhe të shijuarit e leximit e meditimit ka qenë aq i madh, aq ka qenë me ramje të lirë, saqë nuk kanë mund ndryshe për vetë se ta shohin veten që kanë përfunduar leximin e Kuranit, madje ka prej tyre që kanë bërë edhe brenda një rekati. Allahu na përmirësoft gjendjen tonë, edhe e shtoft vëmendjen edhe vlerësimin për fjalën e Zotit ton, e cila është begati dhe projekt më i qelluar i mundshëm edhe më i kënaqshëm, i cili e kënaq shpirtin, zemrën, mendjen dhe organizon jetën në mënyrë që të ngritet edhe inteligjenca njerëzore, të ruhet paqja, dashuria dhe respekti mes njerëzve deri në ditën e Kiametit.